Të përshëndes edhe një herë Jakoj Misërish bashkë për të folur pikërisht për këtë atentat të ndodhur një ditë më parë, pasi detajet dalin çdo minutë dhe hedhin dritë mbi atë se çfarë ndodhi apo jo. Është mësuar deri në këtë momente që e theksoj targat e automjetit përdorur nga autorët janë të vjedhur apo jo. Asgjë nuk dihet për automjetin. Janë të vjedhura në Greqi, paktën nga automjeti nuk kanë mundur që sigurojnë shasin për shkak të djegjes, por dua të shpjegoj pak dinamikën se si kanë mundur autorët të afrohen në aeroportin e Rinasit, të kryejnë të ekzekutim dhe më pas të largohen. Nga ajo se çfarë është parë në kamerat e sigurisë nga grupi hetimor rezulton se kjo makinë ka dalë nga zona e Niklës, pra që lidh Fushkrujën me zonën e Kamzës në këtë rrugë nacionale dhe më pas është drejtuar duke ndjekur një rrugë që shpesh nga banorët njihet si rruga e grabitësve, ku është vrarë edhe Admir Murataj, një nga grabitësit, pra grabitjes së aeroportit të Rinasit, dhe pikërisht në këto ura ata kanë kaluar për t'ju drejtuar më pas edhe aeroportit të Rinasit. Të njëjtën itinerar kanë ndjekur edhe pasi kanë kryer këtë ekzekutim, pra me një të vrarë dhe një të plagosur, dhe më pas nga njëjta rrugë janë rikthyer për të kaluar në Nikël dhe më pas në fshatin Halilaj, ku kanë ndjekur edhe automjetin. Siç e tha dhe kolegja Bleona, në fakt ka pasur edhe një informator ku nga kamerat e sigurisë rezulton që të ketë qenë me syze trup i mesëm dhe me mjekër, paktën ky është përshkrimi fizik nga kamerat e sigurisë të këtij personi që në fakt shfaqet edhe brenda aeroportit të Rinasit, duke vëzhguar edhe televizorët që janë vendosur apo ekranet që paraqesin edhe uljen e avionëve apo oraret se kur ulën avionët, dhe si duket ka qenë duke monitoruar pikërisht edhe shfaqjen e avionit që vinte nga Barcelona me 2 shënjestrat e tyre në këtë momente, pra ai ka një pjesë që zhduket nga kamerat, ndërsa më pas del në pjesën e jashtme pranë rreth rrotullimit ku ka ndodhur edhe ngjarja, dhe ky të paktën sipas dyshimeve të policisë është personi që mund të ketë informuar për shkak të lëvizjeve të dyshimta që ka bërë, ndërsa më pas është larguar menjëherë pas atentatit me një automjet tip Fiat që të paktën po mundohet efektivët e policisë që të verifikojnë si targën, pra policia e ka identifikuar atë edhe personin që shfaqet. Të paktën ka një profil të tij, por ende për shkak edhe se mungon një identitet fiks pra i këtij personi, kanë imazhet e pamjeve të kamerave të sigurisë, por të paktën sipas të dhënave po kryen ende verifikime nëse ka të bëjë me një ngatresë, me një koincidencë të rastit, apo është personi që ka ndihmuar, pasi dyshimi janë sjelljet e atij që e kanë marrë policinë, janë sjelljet e atij në ambientet e aeroportit që e kanë lidhur, që policia e ka lidhur me këtë ngjarje, apo ka diçka tjetër? Të paktën deri në këtë fazë hetimi janë sjelljet e dyshimta të këtij personi që nga momenti që vëzhgon monitorët brenda aeroportit të Rinasit dhe ka qenë i pozicionuar në linjën pra që vinte nga Spanja në drejtim të kryeqytetit pra të aeroportit të Rinasit, në orarin fiks, pra pak para se të ulej edhe avioni i 2 shënjestrave, pra Gilmando Danit dhe Muçi Shaljani që udhtonin në këtë avion, dhe në momentin që avioni si duket ka bërë uljen, është një lëvizje tjetër e dyshimit të tij që del jashtë aeroportit dhe më pas drejtohet për tek rreth rrotullimi që vëzhgon edhe këtë automjet, pra ku ndodheshin edhe 2 personat, Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani. Këto lëvizje kanë shtyr grupin hetimor që të dyshojnë se ky person mund të ketë pasur rolin e informatorit dhe largimin e tij menjëherë pasi ka ndodhur ngjarja, pasi nuk ka bërë lëvizje të tjera, siç lidhen me veprimet e aeroportit. Qytetarë të rastit që kanë hyrë për të ndihmuar apo edhe grupin e policisë që po tentonte të nxirrte të plagosurin dhe viktimën, dhe është larguar menjëherë me një automjet që e kishte të parkuar pranë aeroportit të Rinasit. E kuptoj. Mirë, Ervin, të falenderoj për këto informacione të fundit që përcolli sa i përket edhe kësaj ngjarje. Mirë, një shkëputje shumë e shkurtër.